Një legjendra, ka bërë luftë kundër Sërbit. Kjo është një tragedie që komi se këtu Shqipërinë e kapën prap komunistët në 91-shin. Sali Berisha është mashtrues si më i madh i trove shqiptare. I shtyrë nga Ramizalia, nga poliagenti Ramizalia. Për ta marrë prapë në dorë Shqipërinë dhe morën bashkë. Dhe janë bashkë me Viramën në një bark. Se po të ishte e vërteta, do ta kisha arrestuar Sali Berisha, nuk do ta kishte lënë të ngritej një sillë tallesh atje me popullin shqiptar. Dilte si Papa i Romës atje në balkon atje. Dërsa ta kisha arrestuar ti se ekur, ta kishe çuar në rreç atje. Jo është arrestimi vërtet. Sekuestroi pasurit që i ka jashtëligjshme, ja ka vjedhur popullin shqiptar. Që të gjiri lalësi të kudo pasurit që ka vilat, kudo pasurit që ka në Azerbajxhan, i kanë mbyllur sesan e ti në Azerbajxhan, miliarda dollar kanë vjedhur. Vëllë sesan e kombit me Ilir Metën, vëllë Floririn, 95 tonelata flori u vodhën në qaf krab. Edhe asnjëri nuk djetë për Florin e krabës. Po më djetë për palatet, diskutojnë palatet. Floririn. Ore vrave, ore shkatrove ushtirë, sot Greqia po armatoset, Greqia po blenë, mbi 12 miliard dollar armatim. Kurse Sali Berisha i kishte këtu miliarda dollar armatim dhe i shkatroi jo dhindet. Me qëllim me urdhër të Beogradit dhe të Asinës. Shkatroi ushtrinë shqiptare. Është një armik duhet arrestuar urgjentisht, more. Eliris Lir, një rrugaç të Tropojza, një ordiner. Një rafezan, një mashtrues. Çdo gjë ka mashtrim, çdo gjë le Sali Berisha mashtrim. Jo të se me për një po, 120% mashtrim. Çdo gjë ka gënjeshtër për shqiptarët. A ishte në fuqi, pse nuk e bëri? Se nuk i bëri pensionet ai. Se nuk e bëri minimum jetik ku ishte në udhëheqje. Ishte aty. Shqiptarët e varfër ishin, pse nuk e bëri minimum jetik. Po do ta bëj tani, është mashtrues, është gënjeshtari numër 1. Është vrasë i shqiptarëve. Mirë, zotëri. Patriot shqiptar, me Trebitske, me Kosta. Ditë në mirë, ju falemderit. Falemderit dhe ju zotëri për telefonatën. Ditë në mirë gjithashtu, në presim i tjetër telefonat në studio. Kujtojmë që pas pak do t'jemi me Nikola Ndonin, këshillues për mjekësinë holistike. Do jemi në studio me të për çdo pyetje që mund të keni. Do flasim për ushqyerjen dhe çfarë duhet konsumojmë për të patur një trup të shëndetshëm. Duke qenë se trupi është tempulli jon që do ta kemi gjithë jetën, si duhet ta mirëmbajmë dhe me çfarë duhet ta ushqejmë që të jemi në gjendje të mirë shëndetësore, psikologjike gjatë gjithë kohës. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. Mirëmëngjes. Po. Do të shpreh mendimet e mia lidhur me dy ngjarje historike. Po. Fatkeqësisht të dhimbshme. Në 28 mars është mbushur 100 vjet që ka rënë heroikisht legjendari Bajram Curri. Dhe falenderoj gazetarët që shkruan dhe vlerësojnë. Por duhet bërë një nderim më i madh nga shoqëria. Çfarë? Fakulteti i Historisë, Filologjisë dhe Gazeterisë në bashkëpunim me njëri tjetrin duhet të organizoni një veprimtari përkujtimore që brezat e rinj dhe të ato tashmë të dinë cila është lufta, përpjekja e avdetarëve tanë, e legjendarëve tanë për liri, të cilin e vrau regjimi gjakatar i Ahmet Zogut. 75 vjet më vonë, vritën djemt e Tropojës. Jo që s'është bën drejtësi për to, po e vrau përsëri regjimet e egra. Jo që s'është bën drejtësi për to, po as nuk vlerësohen. Pra Fatmir Hakraj, me gjithë vëllezërit e tij dhe gjithë të tjerët që janë vrarë në Tropojë duhet të vlerësohet, shoqëria duhet t'i vlerësoj, shteti duhet t'jap drejtësi për të çështje. Pra duhet t'i kthehemi historisë, ta kujtojmë për të mos u përsëritur. Pra janë çështje të mëdha të kombit tonë. Faleminderit ditë mirë. Faleminderit dhe ju zotëri për telefonatën që sjell tema të rëndësishme historike në vëmendje të qytetarëve. Në presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po zotëri. Ne po do të flas një çik për punë këtyre zonjë, më falë. Po, zonjë. Për që u bo këtu në Durrës. Po. Si po na ashtu njerima, nuk kemi fut flemë se na morën myk, gjithë pajisja e shtëpisë na morën myk. Nuk futemi Po, kur jeni përmbytur ju, zonjë? He? Kur jeni përmbytur? Kur janë shirat. Po, në çfarë muaji, pra? Muajin e kaluar jeni ju? Apo... Në shkurta si që... Kështu që në fillim shkurtit që, përmbytëm në 24 orë në ujë. U kalbën gjithë pajisje e shtëpisë, po myk një dyshek, të gjitha myk, në përshti nuk futemi dot. Në çfarë zone Durrësit jeni ju? Në Knet. Te Kneta. Knet. Ish Kneti. Se na u mytëm, përmytemi për Zotit, nuk po na vjen keq, po kush na përmytin që na bëri kaq, është herë e dytë. Herë para 2-13 vjetëve, nuk mori njëri mas fare. Ja dhe këtë atë nuk pyesin fare. Po ju keni patur komunikim me bashkinë? Qa do bëjnë të bashkia njëve?
Bashkia i morën të gjitha ato edhe ata s'kan na shumë herë fare. Qa të bëjë këtë millet një? Jemi të vetëm me një pension, nësë në dhanë ushqime, nuk po them se në dhanë ushqime. Për ushqimet kena atë kohë që ato të gjitha u mykë dhe ushqimet në shtëpi. Nga lagështia që mori shtëpia. Me 130.000 leka, me 130.000 leka. Vetëm drita e ujës më paguaj, me ilaçet, i kemi verësie në për atone, po nuk të di këshulloj një, votat i kërkojnë, po hajde, po votojnë, po të votojmë që për hajdutët nuk kam pyetër për neve. Për neve kanë marrë vetëm vota. Merë vota, vit. Po tere pse thua zonjë që hajde po votojmë? Më falë që të pyes. Po hajde se të votojmë, që të bëjmë? To inshallah, inshallah kemi kaq vjet, inshallah sot, inshallah mot. Jo për jo, marrin, asë i farë ashtu. Votuam para 4 vjetëve, për 10 ditë ngritën rrogat e tyre, sa që marrun një vit. Pensionin, ata e marrin për 10 ditë. Unë për një vit, ata për 10 ditë e marrin. Pensionin tëndë? Pensionin im, sa që marrë unë, për një vit, ata e marrin për 10 ditë rrogën e tyre. Po jo më i zonjë se nëse merrin 130.000 lekë, marrin për 2 ditë, jo për, mos të them për një ditë, jo për 10 ditë. Sa që marrë për një vit unë. Okej, në rregull, ashtu po. Për një vit, ata e marrin aq. Ata shikojnë vetën e tyre, se ngren rruga, se nuk kanë nga marrin tjetër, nuk kanë mundësi në vend tjetër të vjedhin e të bëjnë. Po me gjitha të hajde populli pas ka linë vetë për të vojtur. Majmë kushtetarët në ato. Të kuptoj zonjë dhe të falenderoj shumë për telefonatën që ngrite shqetësimin tënd në kohë për të zgjuar, nuk e di nëse kemi kohë edhe për të pritur një telefonat në rregull, presim në një telefonat të fundit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Zotëri ose zonjë, përshëndetje. Mirë, e mbyllim këtu. Faleminderit për telefonatat të gjithëve. Pas pak do të jemi me Nikol Andonin, kemi prapë hapësira telefonatash, por për pyetje që mund të keni për nutricionistin. Kthehemi pas pak.